Kryeministri Edi Rama mblodhi në Durrës Asamblenë e Partisë Socialiste. E pranishme ishte edhe Belinda Balluku, përfshirë deputet dhe ministra të tjerë socialist. Në mbledhje, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Blendi Klosi bëri një analizë të punës për zgjedhjet e 2025-s, ku vlerësoi Fierin si qarkun më të fortë dhe prezantoi detyrat e objektivat për organizatat socialiste në të gjithë vendin për zgjedhjet e ardhshme, ku Elisa Spiropali, Damian Gjiknuri dhe Duart Shalsi do punojnë në Tiranë, dhe gjithashtu vuri theksin të riorganizimi i brendshëm dhe zgjerimi i Partisë me të rinj. Mund të themi fort se Partia Socialiste ka fituar qartë, ka fituar gjerësisht dhe ka fituar në bazë reale territoriale. Por kjo fitore na detyron të mendojmë edhe më thellë dhe të punojmë edhe më shumë. Ky është rezultati politikave tona qeverisë dhe drejtimit të votit nga Edi Rama. Por nga pikpamja organizative, padyshim është e lidhur edhe me 3 produkte të elementeve tonë strukturore. Për thama jonë e qëndrueshme elektorale, zgjerimi e përgjithshëm ndaj opozitës dhe pesha e fortë e diasporës. Hapi i radhës për Partinë Socialiste është ta kthejë suksesin elektoral në forcë më të madhe organizative, në përputhje me statutin tonë të partisë. Pas zgjedhjeve parlamentare, vjen dhe momenti i zgjedhjeve në strukturat tona të vendore të partisë, me fokus të qartë te konsolidimi i organizatës sonë socialiste në çdo qendër votimi, zgjerimi i antarësisë për zgjedhja më cilësore e drejtuesve vendor dhe ngritja dhe riorganizimi i strukturave të partisë në terren, strukturave tona lokale dhe padyshim strukturave tona në diasporë. Kryeministri Edi Rama nga Asambleja e Partisë Socialiste foli për çmimin e karburanteve që është rritur dhe prandaj u vendos rikthimi i bordit të transparencës sipas tij. Kryeministri theksoi se nëse çmimi vazhdon të rritet dhe kalon vlerën e 220 lekëve, do të ketë ulje me 20% të akcizës së naftës. Për çdo ditë kur çmimi do të kërcejë mbi tavanin e 220 lekëve, do të ketë menjëherë një ulje me 20% të akcizës së naftës. Në radhë të parë kemi në vëmendje pensionistët dhe nuk do të bëjmë asgjë që nuk do të shkojë për të siguruar ata për spaj. Këtu do ta dinë që të gjithë. Negociatat për antarësinë në Bashkimin Evropian nuk kanë ndalur për asnjë sekond. Tu thuhet njerëzve vërtet e thjesht që raporti i Komisionit Evropian për vendet anëtare është i shkëlqyer për Shqipërinë.